Dhe një prej punëve të këqija, një prej gjunaheve të mëdha që po përhapet me të madhe, edhe po ndikon shumë keq në gjendjen shpirtërore, emocionale dhe fizike të besimtarëve musliman është magjia. Andaj si e përkufizojmë apo si e kuptojmë magjin? Lejthi Allahu e mëshiroft ka thonë magjia është vepër që e afron njeriu tek shejtani me ndihmën e këtij të fundit. Pra, është një punë, një vepër që me ndihmën e shejtanit e afron robën ka shejtani. Ndërsa El-Azhariu, Allah i mëshiroft, ka thonë magjia është transformimi i diçkaje nga thelbi original në diçka tjetër. Pra e transformon, e shndron një diçka që është reale, e shndron e transformon një diçka tjetër që s'është reale. Në të kaluarën arabët magjin e kanë quajtur magji sepse e transformon shëndetin në smundje. Magjia pra e transformon, e zhvendos shëndetin në smundje. Njeriu e shëndosh e bën të smur. Dhe duhet me pas parasysh se magjia me këtë përkufizim apo të ngjajshëm me këtë është një akt i ndyt, është një akt i kopshëm dhe së bashku me fallin janë punë të shejtanit të mallkuar. Andaj feja islame edhe magjin edhe fallin i hedh poshtë, i refuzon, sepse e cenojnë seriozisht besimin e muslimanit. Po ashtu magjia është marrëveshje. Magjia është marrëveshje, është kontratë në mes atyne që bojnë magji, magjistarve, edhe shejtanve të mallkuar. Magjia përmban fjalë të caktuara, përmban përzierje të ndryshme, qoftë nga dheu i të vdekurve, qoftë nga ujë i gjenazeve, qoftë nga eshnat, qoftë edhe nga gjona të tjera të cilat pështillen edhe fryhen në to. Dhe magjistarit i ofrohet ndihma e shejtanit mallkuar, mirë po, para se ta merr këtë shërbim prej shejtanit mallkuar magjistari, ai keqbërsi duhet si kompenzim që t'i bindet shejtanit në çfarë do të gjëje që shejtani i kërkon prej tij. Çka do që i kërkon shejtani, ai duhet me qenë shërbëtor, rob i shejtanit mallkuar. Për shembull, i kërkon me bë shirk, me i bë shok Zotit, magjistari e pranon këtë. I kërkon me i mohue gjanat që bien në kundërshtim me fenë islame, apo me i mohue gjanat që i urdhën feja islame, edhe i mohon. Apo me i punua gjanat të cilat i ndalon feja islame, edhe ai i punon. Magjia është fjalë e cila del nga goja e magjistarit dhe këtë e bën edhe në formë të shkruar. Ka mundësi në për letra, ka mundësi në për drunjë të vjetër, ka mundësi në për gur, ka mundësi në për kese e kështu me radhë e kështu me radhë. Magjia, kjo akti kopshëm është realitet, ekziston. Ajo nga njëherë ndikon shumë në trupin e njeriut, nga njëherë s'ka kurfa ndikimi, nga njëherë ndikon në zemrën e njeriut, në mendjen e njeriut dhe në sjelljet, në veprimet e njeriut. Magjia ka shumë forma me të cilat e çrregullon edhe e largon njeriu prej realitetit që do t'i përmendim inshallah pak më vonë. Andaj duhet jemi të sigurt se magjia dhe magjistarët nuk munden asnjë njeri keq me i bë, qoftë edhe njeri më i keq ai, nuk munden as kujt keq me i bë pa e leju Allahu. Pra, nuk është magjia dhe magjistari aq i fuqishëm që me bë ata çka dojnë. Ata ndoshta i sulmojnë 100 vet, apo 500 vet, apo 1000 vet, ndoshta njëri preket prej të keqës së tyre. Do me thonë nuk bëhet asgjë pa lejen e Allahut. E shtrohet pyetja pse Allahu po i lejon ata? Allahu i lejon ata për me na sprovu neve, edhe për me na vetdisu neve, sepse kanë rënë magjistarët, e kanë rënë magjitë sot shumë njerëz janë këndell, shumë njerëz janë më të vëmendshëm, edhe janë më koshient në raport me Zotin e tyre. Pastaj janë sprova me të cilat njeriu duhet me testue imanin, besimin e tij.
Janë sprova me të cilat njeriu do të më forcu lidhet me Zotin e tij. Sepse në popullin ton po ndosh peshherë që një familje nashta për 50 vjet mos me lexu kur Kur'an, e ku po ndikohen prej magjis, prej shejtanëve, prej xhenëve apo prej njerëzve të këqij, atëherë vallap tash ti po dojna me lexu Kur'an. Pra pja shojnë hajrin se po kthehet një familje në rrugën e Zotit. E tash ata që s'janë të mbrojtën prej Zotit, ata janë më të ekspozum, janë më të hapur në raport me magjin edhe me magjistarët. Magjia është prej gjunaheve më të mëdha të mundshme, për të cilat ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, ishtanibu sab'al mubiqat, largohuni prej 7 gjërave shkatërruese, el mubiqat. Arabisht, me përkthyme arabisht i vjen el muhlikat, gjona që të shkatërrojnë me një herë. Dhe ka përmend të parën, ka thonë e shirku billah, me i bën shakallat, shkatëron ajo. E dyta e sihr, magjia. Ai që e bën magjin, pra e bën një gjëna shkatërrues. Magjistarët janë gjënaqarët më të mëdhenj, që ecin mbi rruzëllin toksor. Njerëzit më të këqij, njerëzit më të prishur, njerëzit më të dëmshëm, të cilët në rrethana normale nuk munden me jetu në mesin e besimtarëve. Vendi i tyre është prapa grillave, dhe me ta duhet me u marr dikush tjetër, jo ne, po duhet me u marr shteti. Magjit janë të ndryshme dhe llojet e tyre janë të shumta, kalimthi për shkak të kohës në të cilën jemi. Edhe nësë në epet komoditeti me i detajizu, po vetëm shikojeni veten edhe familjarët e juaj. Mos ndo njeri prej jush, apo familjarë mos poj ndodhë diçka e paparashikueme. Dhe jo me u friksu absolutisht, po me marë masa mbrojtëse, marsa preventive, mos me na ardhë deri tek e keqja. Dhe magjit pra janë të lloj-llojshme, dhe ata magjistarët në bashkëpunim me koflargët e mallkuar, me shejtanet natën edhe ditën nuk ndalen se punuari për me i prish jetën e njerëzve. Lloji i parë i magjive është një lloj magjie që bëhet shkak sebeb me prish ato, çush me thon, bazën e familjes. Aty në temel prek. Edhe bëhet shkak për me nda burrin prej gruas edhe gruan prej burrit. Wa yufarriquna bayna al-mar'i wa zawji. Allah po thot edhe bëhet sebeb magjia e ndajnë kanë burrin nga gruaja edhe gruan e ndajnë nga burri. E kur të ndajnë, çka ndodh? Pastaj mërziten. Kur bëhen bashk, armiqësohen. Kur largohen, dashurohen. Inshallah s'u ndodh, po ju ndodh shumë këna. Magjia është një lloj tjetër që e shndron njërin, e transformon njeriu prej njeriu të qetë, e bën njëri nervoz, e bën njëri të padurueshëm. Ky njëri ka qenë i qetë, i butë, i urtë, tash ka dalë prej vetës. Tash nuk është nën kontroll. E prej magjisë e hub, domethënë atë butësinë, atë mirën që ja ka dhënë Allah dhe e merr runa Zotit diçka tjetër. Pastaj një lloj magjish është një magji që quhet joshse, tërheqse atraktive. Ata magjistan bashkëpunim me shejtan ta hieshojnë për shembull pijen alkoolike. I kinja 10-20 pije tjera, pije që janë thjeshta, pije të mira, diqysh të iritan ato. Mirë po të lëshën dashni ka pijet alkoolike, të lëshën dashni ka pijet narkotike. Edhe për i shifni të ashti shumë të ri ka në ra viktim, ndashta me dëshiren e tyre, ndashta pa dëshiren e tyre, dhe janë bo të mvarur nga pijet alkoolike apo pijet narkotike. Po jo veç të pijet, po edhe të haramet e tjera, i ka